zoti kryetar, dhe unë kam për çështjen që ngriti zonja Topalli, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike sigurisht që i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe kolegëve të gjyqtarit ndjer, po unë besoj që sot në seancën do duhet ta kishim nisur me një fjalë dorëheqje të ministres së Brendshme të Republikës së Shqipërisë. Është e paimagjinueshme që një gjyqtar të vritet në sallën e gjyqit tek lexon vendimin gjyqësor të dhënë sipas bindjes tij të brendshme apo sipas ligjit, dhe ministra e Brendshme të gënjejë opinionin publik se policia e shtetit nuk ka detyrime për të garantuar sigurinë në institucionet e drejtësisë, në rastin konkret në gjykatën e apelit. Së pari, sipas legjislacionit të fuqi, është detyrë e policisë së shtetit që të garantojë sigurinë në institucionet e drejtësisë dhe në gjykatat e këtij vendi. Së dyti, Këshilli i Lartë Gjyqësor ju nxorri nga mëngjesi në darkë zbuluar, ku publikoi korrespondencën me ministrin e Brendshëm dhe me drejtorin e përgjithshëm policisë, ku kërkonte për shkak të ngjarjeve që kishin ndodhur në gjykatën e apelit, ku gjyqtarë të tjerë ishin kërcënuar dhe ndjerë të kërcënuar në sallën e gjyqit, kërkonte mbështetjen e policisë shtetit dhe policia e shtetit refuzonte në përmbushje të ligjit të garantonte sigurinë e gjyqtarëve në ushtrimin e funksionit tyre. Dhe kjo çështje nuk mund të kalojë si një ngjarje dite apo jave. Kurrë në historinë botërore nuk ka ndodhur që një gjyqtar të vritet në sallën e gjyqit. Dhe ndërsa momentin e parë kishte përgjegjësi politike për treguar që po ne mbajmë përgjegjësi kur një ngjarje e rëndë trondit, jo thjesht opinionin publik shqiptar, por opinionin ndërkombëtar, pas sqarimit apo reagimit që bëri, ku shpjegoi se nuk ka punonjës policie, nuk ka shkuar ndonjëherë në gjykatë. Në derën e gjykatës dhe përgjegjës për hyrje daljet e individëve nga publiku në gjykatën e apelit Tiranës është punonjësi i policisë. Nuk mundet një punonjës i sigurisë i pa armatosur të ndalojë një person të armatosur të hyjë në gjykatë. Është detyra e policisë së shtetit, sipas ligjeve të këtij vendi. Prandaj, zoti kryetar, ne duhet ta nisim nga këtu. Ministra e Brendshme duhet t'jap dorëheqjen, kryeministri duhet vi dhe t'jap shpjegime pse për 3 vite nuk i është përgjigjur kërkesës organeve drejtësisë për të shtuar masat e sigurisë me punonjës policie në gjykatat e vendit. Nuk është ngjarja e parë e rëndë që ka ndodhur në gjykatën e apelit. Në kohën kur KLG-ja u ka kërkuar ndihmë, janë marrë peng brenda sallës 3. Ta mbaroj fjalin. Faleminderit, zoti kryetar. Janë marrë peng 3 gjyqtar, një trup gjyqësore në ato gjykatë, dhe kjo është arsyeja pse Këshilli i Lartë Gjyqësor ka kërkuar ndihmën e shtetit për të mbrojtur gjyqtarët. Çfarë keni bërë ju? Ju i thoni nuk kemi punonjës policie për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve, ndërkohë keni punonjës policie për të dhunuar çdo ditë qytetarët shqiptar, për t'i çuar dhe për t'i nxjerrë nga shtëpitë e tyre? Po çfarë shteti është ky? Dhe ne vim këtu bëjmë teatër se kur s'ka ndodhur asgjë. E kaluam me ngushëllimin dje dhe mendum se u mbyll kjo histori. Kjo histori, zoti kryetar, nuk duhet mbyllur në këtë formë. Ne do duhet përcaktojmë kush ka përgjegjësi dhe zonja që ulet atje, se kur s'ka ndodhur asgjë, do duhet mbaj përgjegjësi. Faleminderit zonja